Shqipëria pushton Filadelfia, valle, kostume dhe kënaqëri kombëtare. Atmosferë festive, kostume shumë ngjyshme shqiptare, vallë tradicionale dhe kënaqëri kombëtare pushtuan Filadelfia në aktivitetin kulturor etnografia shqiptare, një mbrëmje e veçantë kushtuar ruajtjes së promovimit të trashëgimisë shqiptare në SBA. Komuniteti shqiptar u mbledh së bashku me një festë identiteti dhe kulture ku përmes veshjeve tradicionale nga trevat shqiptare, muzikës dhe valleve dhe elementeve autentike të folklorit, u soll më pranë historia dhe rrënjët e kombit shqiptar. Fëmijë të rinj dhe familje shqiptare morën pjesë në këtë aktivitet emocionues, duke treguar se tradita shqiptare vazhdon të jetojë fort dhe se mijëra kilometra larg diell. Për shumë prej tyre ishte një moment kënaqërie dhe lidhje shpirtërore me origjinën shqiptare. Aktiviteti u organizua nga deka e AANO në Filadelfia në bashkëpunim me New York Albanian National Organization, ndërsa organizatorët theksuan rëndësinë që kanë këto evente në forcimin e identitetit shqiptar. Një rol të veçantë në këtë mbrëmje patën edhe mbështetja e filantropës së njohur Foti Kokeri, i cili u vlerësua për kontributin dhe përkushtimin ndaj aktiviteteve që promovojnë kulturën dhe traditat shqiptare në diasporë, ndërsa shqiptarët bashkohen për kulturën dhe traditën, kultura bëhet forcë, ishte mesazhi që përcolli eventi. Për një kohë ku diaspora shqiptare po rritet, brez pas brezi aktivitetet të tilla shihen si ura që lidhin të rinj me historinë.